do doja që të lexoj disa vargje të Edmond Tupjes, kushtuar djalit të tij autik. Ne e dim se dikur, një ditë a një natë, ai do të mbetet pa shpresë fillikat. Do të na kërkoj me zemrën zi të pamat, kurse ne do të heshtim nën tokën ngërç të ngratë. Do të heshtim të pafuqishëm për djalin ton të pafat. E ke menduar ndonjëherë të ardhmen e Melosit pa ju? E mendoj çdo ditë, edhe mendoj çdo natë. Sepse ndonjëherë nuk është vetëm gjendja ime fizike, por janë mbështetja, dashuria, forca e tejkalimit të çdo sfide në jetë. Se unë mendoj që në jetën e tij ai do mbrejë shumë. Shpresën e kam gjithmonë brenda. Melosi thjesht nuk është për më shish. Melosi kërkon përkushtim, dashuri. Të tjerat ai sot i ka dhe i posedon në mënyrën më perfekte, po kur do rritet, unë të ai gjithmonë mendoj që edhe si i vogël kur ishte edhe ninullat kur ja kam kënduar me rimën që je gjeni, je shkencëtar dhe ke medalë çdo kund i pash. Kështu që gjithmonë e mendoj më të mirën për Melosin dhe e di, e ndjej që ai do të jetë një të ardhmen një njeri shumë i madh.